Plani Berishës për zhbërjen e drejtësisë amniston dhe rikthen në sistem Gjingjonin, Adriatik Lallën e Arjan Dojën. Doktori deklaroi se gjithë magjistratët e shkarkuar nga vettingu nuk do u njihen vendimet pasi ishin akmarrje ndaj tyre. E drejta për ju do rivendoset me vendosmëri dhe du të jeni krenar për detyrat që keni krye. Gjykasit dhe prokurorët të cilët u përballan dhëm për dhëm me krimin, u larguar nga detyra me vettingun Gjuetin Shtrigash. Ata që dënuan dhanë dënime për jetë me bandat e qeverive, me bandat e qeverisë socialiste. Ata janë sot jashtë institucioneve, si akmarrje për ta. Të gjitha këto marrin fund. Lista e kandidatëve të doktorit nuk përmbajnë vetëm ish magjistrat të shkarkuar nga vettingu, por edhe familjar të çapjave Elvis Roshit. Ai paralajmëroi se kriminalët do i ndjek këmba këmbës deri në Ugandë, pasi në Google sipas tij Shqipëria del vendi pasigurt. Sot në mëngjes më mirë të një mik i imi në telefon, kishte një problem me një konsulent ndërkombëtar. Nuk merri, tha. Kishte bërë familja një check-up në Google apo ku e ka bërë dhe i thoshte, jo, nuk do shkosh, se atje është vendi pasigurt. Imagjinoni tani. Betejë jonë do t'jetë me një motiv. Zero tolerancë. Kudo që t'jenë, ta kenë të qartë, në Dubai apo në Uganda, në Aruba apo në Afrikë të Jugut, ata do të gjenden, do të arrestohen dhe do të vinë para drejtësisë shqiptare. Por doktori paralajmëroi edhe një reformë për policinë administratën, ndryshe nga drejtësia, ka një plan tjetër, reprezaljen. Nga organet e policisë shtetit do të largohen që të gjithë ata që janë të inkriminuar. Nga organ nga administrata shtetërore do të përzihen të gjithë ata dhe do të dalin para ligjit të gjithë ata të cilët kanë mbajtur lidhje me krimin.